pysh ose një jurist, jo si inxhinier pysh në këtë rast. Doktor, por do kisha dyshim më epshi për libët ta mbaroj. Edhe me shumë kambullje e mbëroni këtë. Me shumë kambullje në dy rastet, ju të edhe sot jeni shumë për ta mbaroj. Nuk e di se si arrin një inxhinier pysh, aty është në mes ka pyll, ka hahet, ka pishën, ka pra të mrekullim, pra të gjasi ke shkollu tja gjë e ke fërmarje, sa është profesioni joti. Dhe unë qofë një inxhinier që thot të hajde të vinë do, sa të fusim sharën, kjo më banë pak më shqetsu, do më thënë gati, thëmë dhe këtu kena shku edhe një intelektual, një inxhinier, arrin dhe këtu, ta shkatrojmë këtë ven, a shkatrumër, pa këtë ven a shkatrujë, kena tonë nga dorë. Por, kisha një disa për pronat. Kisha vetëm një disa për pronat, zëdi. Bashkia Malësie Madhe që nga viti 2019 drishavë një mund i kushtu mos tjenë nga bim, ka rreth 2000 hektar front vetën, me vetin këshillit ministrave. 6 martë se pandit. Edhe kështu që, edhe të një më dëllëm këtu, nuk është pronë e bashkisë. Bashkia ka 2000 hektar, janë pronë e bashkisë. Dhe këtë certifikat bashkia mërë kur dënë edhe si dënë për të 2000 hektarë. Se i ka me numër kadastral, edhe kur është dhe jalan, është marrë këtë vendim, i ka arë me numër kadastral. Që nga harta dhe ushtërisë tjere, dhe i ka të gjitha si pronë të vetën të 2000 hektarë. Dhe këtu nuk mund në paracitën vetëm 11 dëllëm me hipotekë. Pra i ka 2000 hektarë me hipotekë. Kjo të në brotë shkua si pregaditët. Vinë për herë 2-3 në këtu, për i këtë. Nuk ka shky rast, ne du të rujmë rastet që janë vajtimësi. Dhe kjo është neri jonë për të rujtë malësi në këtë rast, në to vendime. Se në qose këse nga drejtë, se nuk shkojnë me marrë edhe një mendim, një dëgjes publike të ajo zonë, si janë që dhe ligjeshtë. Duhet jenë edhe një dëgjes publike në vritën në razën për këtë qeshtë. Pra, ne nga vjen të si paket, ne s'kemi as përfaqësues, as skrypleq, as si përfaqësues shkretet, as mbritit, as të razmes, as një njohës të mirë të atyre, dhe të shpjegoj disa më tepër. Dhe ne marrim vendim këtu për atë vend që s'di më sot, as tash s'di më avu gishi ku është. Se në thjesht ka marrë një letër, se do kryetari i bashkisë do një kanë interesat e veta, kanë problemet e veta, kanë të tjerë, si shumë raste të tjera, dhe ne çojmë dorë dhe bashkohemi me ta. Çfarë bashkohemi? Kjo si është si ka thonë dhejtë, du vita marrë vetë pullën. Pra, ne bëjmë sojmë ata me na, edhe bëjmë shtesim për me grabi që s'ka këtë vend. Pa ne lutëm, shumë misisht, mas ta bëjmë këtë gjallë. Se ne na vit një kërkes, ne s'na vit kërkes për shpine për kësalit. Që e kërkot gjithë diaspora, gjithë dënjore, ne s'na vit kërkes, kemi pasë mikun që kisha në Amerika me investu me pa një rrugë, a nga setës atë sipër. Edhe ne s'na vjen ajo kërkes, që është bëhet 3 herë bashkisë, këshillit bashkiak e tjerë, nërsa për me marrë një pronë, që është asaj zonë në vritit e Erasmes, na vjen të se du t'javim t'i kujtjetë se duhet. Kusha investimi si notë, ne këna diskutuar herë tjera, a një vend që s'ka ujë. Hajde të më shtesim, hajde të bëjmë një projekt, hajde të bëjmë një kërkesë këshill bashkiak, bëjmë gjitha mundësi si këshill, që a i vend bëhet me ujë herë pakën. Mësë nej, të rrike zhvillimi, marshallah një zhvillim është bë një perdë razma. Edhe duhet të zbukur nga ma shumë, po ka mungesa ujë, ka mungesa tjera, ka mungesa infrastrukture. Hajde ta bëjmë, që të marrën formën. Kjo është zhvillimi, jo zhvillim që duke edhe një individit. Që unë do isha i pajtimit, dhe si kolegë si miq, që i detyror në votuzve dhe i komunitetit, unë mendoj që parë gjithë projektit, parë gjithë duhet balanciona me venali, duhet balanciona me kadastrën, duhet balanciona me shumë rastet të tjera, që ne të binemi se kjo duhet vanë. Dhe jo faleminderit, ju bajthirë që mos ta votojmë.